unë do të them këtë që rëndësi ka kjo ndoshta bëri pak bujë, sepse ne ishim mësuar edhe akoma jemi të mësuar vetëm me një lloj poezie romantike. Brezi tim nuk është i romantikës. Këtu ka pojnë, dhe nga do njerë nuk na kuptojnë të brezit të viteve 70-80. Nuk është se ne jemi romantik, por jemi edhe njëkohësisht dhe shumë toksor. Unë për shembull po them se kjo ka këtë vargun e famshëm të milionave, por unë ka dhe një të shte kam shtuar. Do të ti këtë varg nuk e ke kushtuar dikujt, po ka qenë një gjë platonike kështu në ideal? Është pak programore, ere parë se unë s'para e bëj këtë. Unë kam thënë, si duhet i këndojnë dashurisë, se jam velur në atë kohë nga romantizmi. Nuk më ka pëlqyer romantizmi. Deri në atë kohë ti s'kishe dashuruar ndonjëherë? Po, kam ndëruar ose kam bërë flirte, pa tjetër. Flirte? Pa tjetër. Ke pasur flirte? Pa tjetër, të bukura shumë biles. Ti ishe kështu në, se e ti brezi, o gotë se më fali minut? Të kishin ndaluar? Se pa tjetër. Po, u bësha miq me ata që më ndalonin. Bësha miq? Po. Po dhe fillonja ti thoshën, pse më ke ndaluar? Tani ja ke thënë me Vlanit këto që bëheshe miq me këta që të kanë ndaluar? E di. E di me Vlanit? E di. Po kur ja ke tani këto vitet e fundit ke thënë? Ai prandaj është çuditur, se tha si ka mundësi që ti ndalonje dhe bëj një muhabet me ata, pastaj sa e bukur kjo. Pra, këtë duhet të them, poezia urbane në Shqipëri, edhe në përgjithësi mentaliteti për poezinë shqipe, akoma është sikur është vetëm romantike. Por jemi në këtë kohë, këty brezit zaku të jetë. Dhe unë mendoj që jam shumë kurioztare të them se në poezinë time, në kjo poezi, mungon një varg që unë e kam shtuar tani. Mungon, no? Po, sepse unë them... Si është vargu? 50 qindarka për të bërë dashuri. 50 qindarka për të bërë dashuri? Po kjo do me thënë mua më bën edhe me brezin e sotëm. Tani 50 qindarka për të bërë dashuri, prit tani, se këtu tani më zuri makina mua. Se kur e lexoj një studentja ime, është New Generation, tha, kjo punë milionave tha që ke diskutueshme, tha, këto qindarkat të kësaj poeteshës tënde, më tha mua, okej, tha, vazhdo ti me romantizëm. Befasoj njerëzit. Këto të milionat, tha, unë mund t'i diskutoj, tha, se... Po, befasoj njerëzit. Mund t'i merja parasysh, tha. Befasoj njerëzit se... sepse mendojnë që është bota e interesave, së pari, edhe mendojnë që llogaritë kanë ekzistuar gjithnjë, nuk është se s'kanë ekzistuar martesat e para. Unë po them këtë që për shembull, kam zbuluar kohët e fundit që Tirana si është krijuar kjo që është sot, që ne nuk e dim asjetën e Tiranës, tamam? Është krijuar me Mançurinë, ose me Ilen, ose me Zgjuarsinë, disa belerve nga Kruja, që erdhen dhe u martuan. Ata 4 me ato 4? Me 4. Nuk e di, vërtet është që nuk e din. 4 vëllezër u martuan me 4 motra. Me 4 vajzë top townse këtu. Do me thënë, lindi nga një llogari. Martese. Lidhje, sepse gjithnjë në kot kur shfilloshin marrëdhëniet dhe bashkoheshin mbretërit me mbretërit arancat, qoftë edhe krajinat me njëra tjetrën. Prandaj shumë e vështirë të çaj dashuria e lirë, e njeriu të lirë. Sepse s'ishte kollaj, sepse kishte pengesa, ngadonjëherë dhe katastrofe. Tash me këtë rast, për ta mbyllur këtë skenë kaq të bukur të dashurisë, që është komplekse, unë duhet kujtoj vetëm atë çiftin në Pompei, në Stromboli, që është edhe film. Që është, po, e film i famshëm i Ingrid Bergmanit me... Jo, ka dhe një film të ri, tani. Është një film i ri. Është një film i ri, po. Unë edhe Bergmanit nuk e ka parë. Jo Bergmanit, me Ingrid Bergmanit. A Ingrid Bergmanit? Dhe ai është film i jashtëzakonshëm. Po ky është më i bukur ky tani. Është i regjisorit Rossellini, pra kemi dhe aktorin këtë regjisorin pranë italianin. Tonin. Tonin. Që vete një çift që vete në krizë, se çiftet kanë krizat e tyre, dhe vena në Pompei për të vlerësuar, për të shpiruar qoftë
edhe ato grimcat e dashurisë që mund të kenë mbajtur. Edhe shohin këtë çiftin që të shkëmbëzuar dhe të përqafuar. Ka që më të bukur, po ama mos harroni që atje në Pompej është dhe monedha. Do me thënë, e vetëmja që s'u doq është dhe monedha. Monedha ruhet, se edhe ne si shqiptarët, edhe historinë tonë, e ndërtojmë me monedhat e të Piros ose të mbretërisë të Agronit. Tu je motivuar? Prapë del prapë qindarka, duket e parëndësishme. Duket e parëndësishme qindarka. E ke përkthyer në anglisht? Është përkthyer, por duhet se më ka ardhur shumë keq se më duket se është vendosur që në Shtetet e Bashkuara të mos prodhohet më qindarka, se përdor njeri. Në fakt si përdor. Se përdor. Kur më shikon kisha në një qindarka më shkon më duhet të them këtë që në këtë histori kaq të bukur të njeriu për dashurinë, që poetët shqiptarë e kanë këtuar shumë bukur, duhet të vinte radha e femrës. Po femra, gruaja, vajza, nuk mund të bëj atë që bën mashkulli. Pse? Sepse mund të idealizoj femrën buri, por po të idealizoj gruaja, mashkullin është shumë e rrezikshme. Pse? Është e rrezikshme, sepse ka vuajtur në marrëdhënie shumë. Ti je rrezikuar? Po, unë e di dhunën rreth e rrotull, dhe po të idealizoj shumë mund të marrë buri fare për pjetë. Pra, buri... Më shkunde fare me këtë. Më trondite. Po ta idealizosh në poezi, po, kush e di çfarë do bëj. Kështu që më mirë të mos e idealizosh mashkullin. Mashkulli ka aq borxhe, ka si femrë, sa nuk di si ta idealizoj, që nga Neruda, edhe ka gjetur të vërtetat nëpërmjet asaj. Po gruaja, po e gjeti të vërtetën, ta idealizoj që vërtet mund të idealizoj, sepse kur e do njeri unë e idealizon, ka edhe një rrezik. Ka një rrezik se ka dhunë rreth e rrotull. E di sa me sa vëmendje po të dëgjojnë ata te regjia, që ata kanë 100 punë atje, bën ata, po i lënë ato punë atje dhe ti po më krijon një problem mua tani. Ata po dëgjojnë ty dhe s'po shtypin butonat atje. Po prit se ka probleme, po jeta bashkëshortore. Dashuria s'kan kështu ata nga këto. Është shumë komplekse dhe tash me që po flasim këtu për unë kam një poezi të fundit, dashurie, që s'është dashurie, nuk i mbaj mend se Xhevairi i mbaj mend ato, por pikërisht unë prekem kur të më vi një njeri, quhet Mjergulla kërkon shoqëri. Titulli Mjergulla kërkon shoqëri. Jam në një mjergull, kam më shumë mjergull sa atëherë. Sepse dilemat janë më të mëdha sot. I ke më të mëdha? I ka më të mëdha, sepse janë mosh tjetër. Edhe atje, poezia të është po e tregoj, shumë herë qoftë Mevlani, këtë radhë për Mevlani në shkretur, thotë për tonë të trokas kur abderën, se nuk ka strokitje më në derë. Do thotë që nga me telekomand, me zë, nga telefon, po vi, nuk ka prekje më. Jo, me telefon. Me celular erdha. Njeriu fillon për tonë të bjerë derës, me telekomandën që thonë ju të kohëve moderne, me komandët apen të tëre. Dhe unë them, sa bukur ka qenë atere kur të trokiste, pam, njeriu të të erdha. Hapen u! Pra jemi në një epokë tjetër, që ndoshta